بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Me emrin e Allahut të falenderojmë, atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së vetëve dhe veprave tona, të cilin do që Allahu udhëzon, nuk ka kush ta devijojë, kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë, askush tjetër përveç tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, e mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë në fjalën e autorit. Allahu mëshiroft kur thot: "Wa inna khayra al-quruni al-qarnu alladhina ra'aw rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa amanu bih, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa afdalu as-sahabati al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyyun Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in." وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. Thot Allah mëshiroft dhe se brezi më i mirë është brezi i cili e pa profetin, pejgamberin të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe besuan të. Pastaj ata të cilët e pasuan dhe i pasuan ato, pastaj ata të cilët i pasuan ato. Dhe se sahabët më të mirë janë katër khalifët e drejtë, pra Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Dhe se nuk përmenden sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm se në formën më të mirë. Edhe duhet me hesht për konfliktin që ka ndodhur midis tyre, dhe se ato janë njerëzit më parsor, pra për të justifikuar pra në ato gjërat që kanë ndodhur midis tyre. Në këtë fjalë të autorit kemi disa çështje. E para është përkufizimi i sahabiut, pra kush quhet sahabi? Sahabi, shok i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është çdo person i cili e ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke qenë besimtar edhe që ka vdekur në islam. Këtë lloj përkufizimi e ka përmend Ibn Hajeri në librin e tij El-Isabe fi Tamyiz as-Sahabe, pra fjala e qelluar pra në përcaktimin se kush është sahabi. Dhe ka thënë gjithashtu në këtë libër, ky është përkufizim i cili është ndërtuar në fjalën më të saktë të dietarëve, domethënë të dietarëve të cilët janë verifikues, pra sikurse është Imam Buhari dhe shejhu i tij Ahmed ibn Hanbali, edhe të tjerë që i pasuan. Edhe ka shpjeguar Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, të përkufizim dhe ka thënë: në fjalën çdo person që e ka takuar, pra ai i cili e ka takuar, te kjo fjalë futet sidoqoftë, domethënë a e ka takuar për një kohë gjatë apo për një kohë të shkurtër. A e ka parë apo nuk e ka parë? A ka luftuar me të apo nuk ka luftuar me të? Edhe ai që e ka parë, pra futet dhe ai që e ka parë dhe nuk është ulur me të, apo ai që është ulur me të, mirë po nuk e ka parë për shkak se ka qenë për shembull i verbër. Pra të gjithë këto konsiderohen sahabi. Pra kush ka qëndruar me profetin sallallahu alaihi wasallam në kohën që ka qenë musliman dhe ka vdekur duke qenë ka besuar, pra edhe ka vdekur duke qenë besimtar. Ktu lind pyetja. Ata të cilët kanë qenë gjallë në kohë të profetit, kanë qenë idhujtar në kohë të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj vdiq profeti edhe pastaj pranuan islamin. A konsiderohen këto sahabi?
Ja, sipas përkufizimit që tham, nuk konsiderohen sahabi. Për shkak se duhet ta kenë parë apo të kenë qëndruar me të gjatë kohës që kanë qenë musliman. Në moment që nuk kanë qenë musliman, mirë po e kanë marrë islamin më mbrapa, atëherë nuk e plotësojnë këtë kriter, domethënë. Normalisht është më e qartë ai i cili, domethënë, ka qenë me profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka besuar, edhe mbas vdekjes profetit, ky e la fen. Edhe vdiq jo besimtar. Normalisht nuk konsiderohet gjithashtu sahabi për shkak se nuk ka vdekur si musliman. Tash i lind pyetja tjetër. Po një person i cili ka qenë gjallë, pra e ka parë profetin sallallahu alaihi wasallam, ka qëndruar me të, ka qenë besimtar, musliman kur ka qenë me të, dhe pas vdekjes profetit mund të ketë bërë dezertim, mirë po mund të jetë është penduar prapë. Ka diskutim, ka qenë musliman kur ka qëndruar me të dhe ka vdekur si musliman. Po. Faktikisht ka pak diskutim. Më thonë, është bërë të kjo, edhe ajo që shikohet më saktë është që konsiderohet sahabi për shkak se dezertimi nuk ja fshin veprat. Nuk ja fshin veprat, mirë po ja bën të pavlefshme gjatë kohës që ai ka qenë dezertues. Në moment që pendohet, Allahu subhanahu wa taala ja rikthen edhe një herë veprat që ka pas, pra edhe pozitën që ka pas, domethënë, pra më përpara. Pra në moment që ai konsiderohej sahabi para dezertimit, edhe mbas pendimit, atëherë ai konsiderohet prap sahabi, pra shok i profetit sallallahu alaihi wasallam, pra nëse vdes si musliman. Çështja e dytë është që shokët e profetit Muhammed alaihi salatu wassalam janë njerëzit më të mirë në sipërfaqen, domethënë, e tokës pas profetëve, pas të dërguarve dhe profetëve. Në të gjithë umetet, shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas profetëve janë njerëzit më të mirë. Po. Pra të gjithë ato janë njerëzit më të mirë, e pastaj, më thonë, në këtë umet më të mirët pas tyre, në këtë umet janë ata që vinë tabiunët, pra. Janë ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Allahu në Kur'an, kur përmend mirësinë e sahabëve, pozitën e tyre, thot: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan, radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, dhalika al-fawz al-'azim." Ata të parët e hershmit, do të prej muhaxhirëve dhe ensarëve, dhe ata të cilët i pasuan në të mirë, Allah është i kënaqur prej tyre, edhe ata janë të kënaqur me të, pra me Allahun si Zot, si të adhuruar. Dhe Allah i ka përgatitur për ta xhenete në të cilat rrjedhin në të lumej. Edhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë, dhe kjo është fitoria e madhe. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina alaykum salam, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Njerëzit më të mirë janë brezim, pastaj ata që vinë pas tyre, e pastaj ata që vinë pas tyre. Edhe një transmetim tjetër, ku e transmeton Imam Buhariu nga Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma, ka thënë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Ka thënë, njerëzit më të mirë të umetit tim janë brezim, pastaj ata që vinë pas tyre, e pastaj ata që vinë pas tyre. E thot Imrani në këtë hadith, nuk e di, thot, a ka përmend mbas brezit ti 2 apo 3 breza, pra kush janë brezi më i mirë.
Thot gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam: la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Thot mos i shani shokët e mi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, se nëse dikush tjetër, domethënë përpos tyre të bonte sadaka, të jepte në rrugt të Allahut sa mali Uhudit me flori, nuk kishte për të arrit vlerën sa kishin 2 grushta, domethënë 2 grushta edhe as sa gjysmë e asaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, prej asaj që do të jepnin pra sahabët. Pse? Domethënë pozita dhe vlera dhe njeti i pastër që ato kanë pas, domethënë. Dhe se Allahu ja ka shtu atyre të mirat dhe se është i kënaq me ta. Çështja e tretë, sahabët më të mirë ndër sahabët, ndër shokët e profetit, domethënë janë 4 haliftë të drejtë. Pra Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Edhe vlera e tyre, domethënë, është sigurisht renditja e tyre në xhilafet. Pra i pari, halifi i pari ishte Ebu Bekri, pastaj Umeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu, radhiyallahu anhum. Transmeton Imam Buhari nga Muhammed ibn Ali ibn Abi Talib, pra ky është djali i Aliut, thot, i thash babait tim, pra djali i Aliut, thot, i thash babait tim, kush janë njerëzit më të mirë pas profetit sallallahu alaihi wasallam? Aliu tha Ebu Bekri, pastaj thash po tjetër, pastaj është Umeri, pastaj thot Muhamedi, pra djali i Aliut, thot, kisha frikë, thot, se mos thonte Uthmani, se këtu tregon që njerëzit e dinin pak a shumë, do thon kush ishin njerëzit më të mirë pas profetit. Dhe ky thot kisha frikë mos thonte Uthmani dhe i thash, po pastaj e je ti? Pra e pyet Aliun, po pastaj je ti, thot? Edhe Aliu radhiyallahu anhu që i përgjigjet, unë nuk jam vetëm se një musliman prej muslimanëve. Pra ai tregon që nuk jam unë mbas Umerit radhiyallahu anhu. Edhe e kanë ditë, domethënë, sahabët, shokët e profetit e dinin renditjen kush është në vlerë, e dinin vlerën e Ebu Bekrit, e dinin që mas Ebu Bekrit vjen Umeri. Sa hadithe që kanë transmetuar prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe po të shikosh, thot profeti, isha unë me Ebu Bekrin dhe Umerin, shkova me Ebu Bekrin dhe Umerin, erdha me Ebu Bekrin dhe Umerin. Pra këta të dy kanë qenë më të afërtit e profetit alayhi salatu wassalam. Pas këtyre të dyve vjen Uthmani radhiyallahu anhu. E për vlerën e sahabëve faktikisht ne po përmenim shkurtimisht fare. Do të thonë se po të përmenësh për vlerën e sahabëve, Allahu alem besoj edhe deri për sabah, mbase nuk marrim. Imam Ahmedi ka shkruajt, ka mbledh një libër, normalisht ai nuk ka përmend hadithe të përgjithshme, ai ka përmend edhe hadithe specifike. Libër disa vëllime, domethënë, disa vëllime që me fillu me i lexu atë do kohë. Po ne këtu po përmenim shkurtimisht që ta dim kush është besimi jon tek sahabët e profetit alayhi salatu wassalam. Çështja e katërt është se shokët e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, sahabët, pra Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, të gjithë janë besnik dhe të drejtë. Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka lavdëruar. Dhe ato nuk kanë nevojë domethënë për lavdërim tjetër pas lavdërimit të Allahut dhe lavdërimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po të shikosh edhe dietarët, pra nuk ka nevojë për verifikim, është ideja. Po të shikosh dietarët e hadithit kur kanë transmetuar, domethënë ato biografitë e transmetuesve, kur kanë shkuar tek një sahabi, nuk kanë përmendur domethënë jo është i devotshëm, janë mjaftuar me fjalën ky është sahabi. Në moment që kanë thënë ky është sahabi, mjafton domethënë që të kuptohet që nuk ka nevojë më për verifikim. Ka thënë Imam Qurtubiu në tefsirin e tij, sahabët e profetit alayhi salatu wassalam të gjithë janë besnik.
Ato janë të afërtit e Allahut dhe janë të zgjedhurit e Allahut. Allah i ka zgjedh prej krijesave pas profetëve dhe të dërguarve. Dhe ky është, domethënë, ky është medhhebi, ka thënë, i ehli sunnetit, të cilët janë dhe domethënë janë grup i imamëve të këtij umetit. E një pakicë prej njerëzve, pra që nuk merren në konsiderat, kanë marrë një mendim që sahabët janë si njerëzit e tjerë, domethënë. Nuk kanë një vlerë të veçantë, duhet verifiku, domethënë, besnikëria e tyre, po këto janë pakicë, thotë, që nuk merren fare në konsiderat. Ka thënë El Hafidh Ibn Hajar në librin e Isabe, që thëmë çfarë? Ka rënë dakord te ehli sunneti se të gjithë sahabët janë besnik dhe janë të drejtë, dhe nuk e kundërshton këtë vetëm se një pakicë prej bidaçive. Ka normalisht i dini prej shiave rafidive që i shajnë sahabët, nuk i marrin në konsiderat sahabët, ja ulin vlerën sahabëve, nuk e ruajnë gjuhën me ta. Po këto, siç thot, nuk merren për bazë. Domethënë nuk shikohet fare fjala që thojnë ato dhe menjëherë kuptohet që këta janë humbje. Thot Khatib el-Baghdadi, çdo hadith që zinxhiri i tij është i lidhur, pra që ka shku nga transmetuesi deri tek profeti, të gjithë transmetuesit e këtij hadithi, të gjithë kanë nevojë për verifikim, dhe ti nuk e ke për detyrë ta marrësh të mirëqen këtë hadith derisa ta verifikosh transmetuesit e hadithit, a vlen apo jo, përveç sahabëve. Ti kërko çdo lloj transmetuesi, ama kur shkosh te sahabët aty s'ka. Se sahabët të gjithë, domethënë, ka rënë dakord umeti që janë të drejtë, nuk kanë nevojë për verifikim. Pasi Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i ka lavdëruar. Allahu është ai i cili ka lavdëruar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka lavdëruar pra në hadith. Pastaj ehli sunneti e xhamati mendojnë dhe besojnë dhe kanë besimin që sahabët nuk janë pagabushëm. Pra ne nuk themi që janë të pagabushëm. Ata kanë gabime si gjithë njerëzit, ama kjo nuk ja ul poshtë vlerën e tyre dhe ne jemi të urdhëruar ta ruajmë gjuhën me ta. Ti flasim, ti përmenim gjithmonë në formën më të mirë. Dhe gabimet që kanë ndodhur, pra ata që janë pa gabime, domethënë që janë profetët të dërguarit, që janë pa gabimet, domethënë po themi gjunave të mëdha që ti bëjnë me vetdije. Se, domethënë Allahu subhanahu wa taala e ka shërtuar profetin sallallahu alajhi wasallam një dy raste për gjëra të vogla, ke parasysh që për ne ato as nuk llogariten fare. Thonë mirë, po për duke qenë që profeti sallallahu alajhi wasallam ishte në një grad që ishte, normalisht edhe gjërat e vogla, domethënë Allahu donte ta pastronte me atë qërtim që i bëri. Ndërsa sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam tek çështja e gabimeve nuk janë si profetët. Ndodh prej tyre që të gabojnë. E megjithatë, Sheikhul Islam Ibn Taymija kur e përmend këtë gjë thot, ato janë parsor thot që Allahu subhanahu wa taala t'i fal gjunahet atyre. Pse? Për shkak të veprave që ato kanë në Islam, që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që për ato që kanë luftuar në Bedër, Allah i ka fal gjunahet, Allah, domethënë, i ka dhënë mirësi të shumta, e kështu me radhë. Përveç kësaj, përveç veprave që ato kanë në Islam, janë dhe veprat që ato i kanë të vazhdueshme, domethënë si namazi natës, e adhurimit, e dhikrit, e gjitha këto, të cilat janë shkak që Allahu subhanahu wa taala t'i pastroi nga gjërat e vogla, nga gjunavet e vogla që dalin prej tyre, domethënë. E megjithatë ne kur themi që nuk janë pagabushëm, e themi që mos bijem, domethënë mos bijem në ekstremin që ti bëjmë, domethënë pas një gabim, sikurse
shiat që i kanë marrë disa prej sahabëve i kanë bërë më lart se profetët. Këta nuk gabojnë kurrë. Jo, ne jemi të mesëm. Ne jemi të mesëm. Gjithmonë ehli suneti është i mesëm. Sahabët gabojnë. Allah është i kënaq prej tyre. Allah ja fal dhe ato i kalon ato gjërat e vogla që i kanë ndodhur atyre. E kështu me radhë. Pra detyra që ne kemi për ndaj shokëve të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam është i duam ato, t'i lavdrojmë me fjalët më të mira që u shkojnë e u takojnë, domethënë pozitës që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë. Transmeton Khatib el-Baghdadi nga Ebi Zur'a el-Razi se ka thënë, nëse shef një person i cili i ul pozitën e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, dije thot se ai është zindik. Zindik, e din çfarë do të thonë? Zindik është ai i cili nuk beson Allahun edhe ditën e fundit. Kjo është kuptimi i fjalës zindik. Pse thot? Kush është arsyeja? Ne thot kjo fe na ka ardhur nëpërmjet sahabëve. Thonë mbas profetit sallallahu alaihi wasallam, ata ishin që na e përcollën fen. Edhe sulmi tek sahabët, sulmi tek shokët e profetit, është sulmi, domethënë në hadithin e profetit dhe në Kur'anin që ata e përcollën mbas profetit sallallahu alaihi wasallam. Po ti shikosh sahabët mbas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam kanë udhëtuar në gjithë botën duke përhap fenë e Allahut. Pra ata ishin ata ishin ura lidhse midis umetit dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e përcollën fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e përcollën dijen që i la profeti alaihi salatu wassalam. Kështu që sulmi tek sahabët normalisht në vetvete kthehet edhe sulm, do të thonë në vërtetësinë e fesë. Thot Imam Ahmedi Allah më shiroft, prej sunetit, thot është prej sunetit është që të përmenden të mirat e sahabëve të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe të domethënë të përmbahesh nga çdo gjë që ka ndodhur midis tyre. Kush shan shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ose një prej tyre, ai është bidatçi, thot Rafidi, thot, dhe se dashuria për sahabët është sunet dhe duaja për ta është afrim, pra është vepër që të afron me Allahun, dhe ndjekja e hapave të tyre është mirësi dhe është, më thonë, është mjet që të afron ty me Allahun xhelle fi ula. Dhe gjithashtu ka thënë, nuk i lejohet asnjërit që të përmendi diçka të keqe për sahabët dhe as t'i shaj ato ose një prej tyre. Kush e bën këtë veprim, thot Imam Ahmedi, atëherë prijesi e ka për detyrë ta marrë ta edukojë, thot. Ta fusi në burg apo gjëra të tilla derisa t'i kërkohet të pendohet. Pra derisa të kthehet nga ky veprim që bën, thot Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft. Allahu subhanahu wa taala i ka thirrur njerëzit që të kapen me orientimin e sahabëve. Kur ka thënë: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Kush e kundërshton të dërguarin, thot, pasi është bërë e qartë e vërteta dhe ndjek një rrugë tjetër përpos rrugës besimtarëve. Pra, rrugës besimtarëve këtu ka për qëllim shokët e profetit, sahabët. Nuwallihi ma tawalla. Ne e lëm në atë rrugë që ka zgjedhur, thot. Pastaj thot Allahu: "Nuslihi jahannam", dhe e hedhim në xhehenem ose atë masira, dhe sa përfundim i keq që është ai. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nga bazat e ehli sunnetit dhe xhamatit, thot, është që zemra të jetë e pastër dhe gjithashtu gjuha të ruhet nga, pra, për shokët të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi Allahu në Kur'an ka thënë: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Thot, ata të cilët erdhën pas tyre thon, o Zoti jon, na fal ne dhe vëllezërve tanë të cilët na paraprin në besim dhe mos bëj në zemrën tonë urrëtie për ata të cilët besuan, për besimtarët. O Zoti jon, ti je i but, i mëshirshëm. Mbarova. Thot Ibn Hajeri në librin e tij Fathul Bari, ehli sunneti dhe xhamati kanë rënë dakord se është ndaluar të shahet një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam për diçka që mund të ketë ndodhur midis tyre, luftra apo edhe nëse njihet se kush ka qenë i sakt midis tyre. Ka ndodhur luftë midis sahabëve, edhe nëse njihet, edhe nëse bëhet e qartë kush ka qenë në të gabuar e kush ka qenë në të sakt, është ndaluar me fol. Sepse ato thot nuk kanë luftu në këto lufta vetëm se me ijtihad. Dhe Allahu subhanahu wa taala, atë i cili ka bërë mundim, ka bërë ijtihad dhe ka gabu, Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një shpërblim. Ndërsa atij që ja ka qellu, Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë dy shpërblime, kështu që edhe ai që ka gabu, jo vetëm ja ka falë Allahu xhelle fi ula gjunafin, ama i ka dhënë një shpërblim. Kështu që pra me gjithë që tham, nuk na lejohet kurse si të shikojmë pra çfarë ka ndodhur midis sahabëve, të themi ky ishte gabim, ky ishte në të saktë e kështu me radhë. Edhe pse dietarët mund ta kenë thonë ai që ishte më afër ka qenë ky, mirë po, normalisht duke e përmend që Allahu është i kënaq me të gjithë shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe që ta mbyll. Dashuria për sahabët, sikur se e përmendëm, është prej fesë, është prej fesë. Kanë pas thënë të parët që në bazë të hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam që njeriu do jetë në xhenet me atë që do. Thonin, ne thot e duam profetin, e duam Ebu Bekrin, e duam Umerin, i duam sahabët e profetit, edhe pse nuk jemi me vepra si ata, shpresojmë që Allahu nëpërmjet kësaj dashurie, shpresojmë që Allahu të na vendosi me ata në xhenet. Edhe ne dëshmojmë që i duam sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi për detyrë, më thonë, ta rrënjosim këtë dashuri për sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam në veten tonë dhe tek fëmijët tonë. Pasi këtë e kemi prej fesë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.